cilat gjërat pengojnë ty Antigona që janë ndalume sipas besimit, edhe që zakonisht i bojnë jetën e përditshme gjithë ata që e thojnë me shumë zë që janë fetar edhe janë praktikues fesë. Na jena të gjithë të gabush. Unë nuk e besoj që ekziston një njeri që merr frymë me një jetë i pa gabushëm, ose një jetë i pa mëkat, ose një jetë i pa çka diun. Na jemi këto për me qenë gabushëm. Na kemi lajthitje gjatë ditës, momente kur jemi të pasigurt, për atë kemi nevojë për besim edhe bindje. Po, a mund është me qenë besimtari devotshëm e njëkohësisht me besu ndoshta edhe në astrologji, ose me mendu që astrologjia të parashikon diçka për ta vënë tonë? Mund është me qenë besimtar në Zotin, kur askush nuk ta din çfarë besimi ke, edhe si e beson Zotin, ndoshta zonjusha nuk duket në shikimin e parë si unë, po mund të jetë besimtare shumë më e madhe se sa une. Pra, mund është me qenë besimtar, po janë disa vepra që neve na zbehin besimin. Pra ndaj unë e thash, është mëkat, se si tha dhe këtu, po e lidhi me Antigonën, dhe në surën Maida ajeti 3, është ndaluar për ju që të kërkoni fatin me shigjeta. Tani, shiko, kur të ndalon një policë neve që me kalu në semaforin e kuq, ti pa tjetër se ke me marrë në dëshkimin. Mirë po, do njëherë e mshel edhe synin edhe ligji edhe tje. Pra ndaj, nuk na hum besimin Zotë, kurse si, por na zbeh pak besimin, edhe unë frigohen që ata që e kanë besimin e dopt, mos po shkojnë po futën shumë në këto parashikime që janë mëkat, e mandej mos po kalon të ma e madhja, por pra po them mëshira e Zotit është mbi të gjitha, ndoshta një punë të mirë që ti e ke ba, Zoti ka me të shpërbly edhe ka me të vetëdijshur. A mundem një pyetje i pas?